Irani kërcënon me vdekje protestuesit, i etiketon si armiq të Zotit. Të gjithë protestuesit në Iran mund përballen me akuza si armiq të Zotit Mohareb dhe dënime deri në vdekje, ka njoftuar prokurori i përgjithshëm Muhammad Havedi Azad në një deklaratë transmetuar nga media shtetërore. Sipas tij, kjo do të zbatohet, por shqetësuesit dhe terroristët që shkaktuan dëme në prona kërcënuan sigurinë, si dhe për ata që i ndihmuan ata. Prokurori theksoi se gjykata duhet përgatisin vendime të shpejtë pa treguar butësi dhe dëmshmëria policim. Bilanci i viktimave nga shtypja e protestave në Iran rritet në të paktën 538 të vrarë mes paralajmërimeve për një përshkallëzim të ri rajonal. Shtypja brutale e protestave që kanë përfshirë Iranin në 2 javët e fundit ka arritur për masa të reja tragjike, me të paktën 538 persona të vrarë dhe 10.600 të arrestuar, sipas organizatave të drejtave të njerëzit me bazë në Shtetet e Bashkuara. Shifrat të cilat nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të ndërprerjes së internetit në Iran janë më të larta të raportuara qysh nga fillimi i trazirave. Sipas Human Rights Activist News Agency, Hrana, rreth 538 viktimat e konfirmuara deri tani, 490 janë protestues civil, ndërsa 48 janë pjesëtar të forcave të sigurisë. Organizata mbështetet rrjet i saj aktivistëve në Iran, të cilët kryqëzojnë informacionin në kushte represioni maksimal. Qeveria iraniane si zakonisht nuk ka dhënë asnjë shifër zyrtare për viktimat, duke shtuar pasigurinë rreth bilancit të vërtetë të tyre. Protestat në Teheran, Mashhad dhe 10 qytete të tjera u ndesën nga pakënaqësitë e akumuluar nga regjimi teokratik dhe kriza e thellë ekonomike. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale, pavarësisht bllokimit të internetit, tregojnë grupe të mëdha njerëzish që këndojnë kërcejnë, ndjesi zjarre në rrugë, simbol i rezistencës. Presidenti reformist i Iranit Masoud Pezeshkian i zgjedhur me premtime për hapje reformat adoptuar ditët e fundit një ton të dukshëm më të ashpër, ndërkohë kryetari i parlamentit iranian paralajmëroi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin do të kenë objektiva të ligjshme nëse Washingtoni vendos përdor forcë për të mbrojtur protestuesit. Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur hapur mbështetjen për demonstruesit dhe ka lënë të hapur mundësinë e veprimit ushtarak. Në një deklaratë që ka tensionuar më tej situatën, retorika e ndërsjellë ka ngritur frikën në një përshkallëzim që mund të destabilizojë më të gjerë rajonin. Me Iranin në shkëputur pothuajse plotësisht nga interneti dhe komunikimi ndërkombëtar, ekspertët e të drejtave të njerëzit shprehin shqetësim se errësia informative mund të t'i ketë dhënë forcave të sigurisë dorë të lirë për një shtypje edhe më të përgjakshme.